Dëshmitë e gjithë dëshmitarëve, si dhe të gjitha provat shkresore, video ose forensike tregojnë se këto krime janë kryer dhe se të akuzuarit mbajnë përgjegjësi ligjore për to. Gjykata gjithashtu ka dëgjuar dëshmi drejt për së drejti nga disa dëshmitarë të mbrojtjes, nga 7 dëshmitarë të mbrojtjes, të gjithë ndërkombëtar, të cilët ishin të përfshirë në përpjekje për të sjellë paqe dhe administrim të Kosovës dhe që duhet të përgëzohen për përpjekjet e tyre. Por ndërkohë që përfshirja e tyre në këtë çështje dhe konstatimet e kufizuara të tyre kanë vlerë për këtë gjykatë, puna e kësaj gjykate është tërësisht e ndryshme. Për pjesën ndërmuese, 7 dëshmitarët ndërkombëtar janë hedhur në një situatë me pak informacion lidhur me aktorët kryesor të përfshirë, nuk e kanë folur gjuhën atë kohë, kanë ndërvepruar ballë për ballë me aktorët kryesor vetëm për pak herë dhe thuajse nuk kanë parë asnjëherë rregullore urtat dhe komunikatat e UÇK-s, se nuk ishin fare të njohur me strukturën e UÇK-s.